doktor, me qënë se janë zgjedhjet në parti, për kryetarin e partisë, doja të pyesja, sepse deri tani kemi parë që askush nuk po ndihet për të konkuruar me Juve. Mua personalisht më pëlqen shumë gara, jam e sigurt që dhe Juve. Jemi rritur me gara dhe gara të rrit të zbukuron edhe ndonjëherë që janë futur në garë, janë futur vetëm për ta zbukuruar garën, me thënë të vërtetën, nuk kam dashur të fitoj kur. S'kam ambicie për këto gjëra. Por gjithmonë e vlerësoj garën. Dhe mendoj, Partia Demokratike në gjithë këto viteve nuk ka lider, s'ka prodhu lider që të konkurojnë me ju, qoftë edhe në kryetarët e partive, janë numra 2, duhet bëhen numra 1. Është si për shembull Gjidi Vance sot mos të konkuroj për presidencën e ardhshme. Si e mendoni ju këtë gjë? Në të gjithë vendet demokratike ka 2 procedura zgjedhje. Njëra procedurë është kryetarin e zgjedh kuvendi i partisë. Procedura tjetër është e zgjedh antarësia e partisë. Procedura që e zgjedh antarësia e partisë, se ju du t'i dini, janë pakica. Shumica e vendeve e zgjedh kuvendi. Por, është një pakicë që po rritet. Do më thënë, nuk është se kjo procedurë po pëson zvoglim, jo. Kjo procedurë po shkon duke u përhapur më shumë. Konsiderohet më demokratike për t'i dhënë antarit partisë të drejtën e vendimarrjes me votën e tij. Kjo ka. Çfarë ka kjo procedurë? Kjo procedurë, si gare përgjithshme, t'jemi realisht, në shumicën e rasteve, qoftë se lexoni, do të gjeni se zhvillohet pa kandidat rival. Pse? Pikërisht për atë që tha, sepse përtojnë.